Bismillahirrahmanirrahim. Ditën e sotme duhet t'i qasim një pyetje që më vjen në mënyrë të përsëritur nga njerëz të ndryshëm që në thelb ka një shqetësim i cili troket në dyert e familjeve tona. Emëruesi i përbashkët i këtyre shqetësimeve është a thu kemi të bame. Pra a thu dikush na ka bërë sihër. Edhe kur hulumtoj edhe thellohem në bashkëbisedim, kuptoj se shqetësimi i shumë prej atyre që pyesin është mungesa e harmonisë në familje. Dhe me thanë, burri dhe gruaja që grinden, mirë po që grinden shpesh herë pa sebeb, e që grinden shpesh herë pa një arsye të caktuar përse grinden, e përse bërtasin, e përse kacafyten, e përse vazhdojnë në këtë rrugëtim jo të shëndosh që e prish dashnin, harmonin, mirëkuptimin edhe shkatron familjen. Të dashnë dhe shtrejt nuk ka as të bame, as të gjbame. Nuk ka as sy e as diçka që të vjen nga e keqja e dikujt. Për çfarë është? Është historia e mëposhtme. Një burr tregtar punonte tërë ditën dhe në drek kthehej në shtëpi. Dhe me thanë, donte të hante pak bukë, të pushonte pak, edhe në prag të iqinis të dilte nga shtëpia dhe të vazhdonte punën e tij deri në akşam. Sa vinte në shtëpi, gruaja e tij ishte tipi i atyre që vetëm ankohen, që vetëm kanë skamjen kryefjalë të jetës, që e kanë zhurmen edhe kacafytjen, edhe grindjen, edhe cytjet, edhe gërmimin për të gjetë të keqen, njësi identifikuese. Kjo është një musibet shumë i madh. Burri vinte në shtëpi për të pushu dhe sa hynte mbrëm, mezi shpriste për të dalë nga shtëpia. Një ditë derisa u zemëru, edhe i bërtiti, i foli keq gruas së tij. Ajo vendosi që të largohej nga shtëpia. U zemëru edhe iku nga shtëpia e tij. Shkoj tek familja e saj, kishte vëllan, vëllau ishte burri urt, nuk ishte për atyre që zemërohen me të paren, edhe e plotësojnë nisabin e të keqes, të nisur nga motra në këtë rast, edhe e vullosin të keqen me diçka dhe ma të madhe. Jo, ishte burri urt. Edhe pasi kjo i tregoj se çfarë ka ndodhur, edhe se si burri i saj i ka bërtit edhe është trazuar, është shqetësuar edhe është merakos edhe kështu me radhë, është gjindos në një moment të caktuar, vëllau i saj buzëqeshi dhe i tha, zgjidhja është tek unë. Dhe unë do të jap një zgjidhje magjike. Do të jap diçka që përfundimisht e zgjidh problemin tuaj. I tha, aman, në dorë tane. I tha, do të jap një poçe me ujë. Edhe në momentin që burri vjen në shtëpi dhe në momentin që hap gojen për të folë me ty, ti menjëherë merre këtë poçe dhe pi nga ky ujë. Por mos e kapërdi ujin derisa burri ta përfundoi fjalën e tij. Pastaj le të vazhdoj ai të flas, e le të vazhdoj të pushoj edhe të veproj çfarë të veproj në shtëpinë e tij, ti përpiqu që ujin sa më shumë ta marrësh në gojë dhe mos e kapërdi atë. Në momentin kur ai do të largohet, ti mund ta kapërdish dhe ta përcjellësh me një fjalë të mirë. Vetëm kaq. Me jep fjalën, të jap fjalën. Do të garantoj, i tha, se do të zgjidhet problemi juaj. Dita e parë, dita e dytë, dita e tretë, gjithçka në rregull, burri për herë edhe ma i dashur, për herë edhe ma i buzëqeshur, për herë edhe ma i rahatuar, për herë edhe ma dhe uji përfundoi. Ajo poçe kishte sa kishte dhe uji u sos. Motra vrapoi drejt vllas, e gëzuar, e rahatuar, edhe i kërkoi një poçe të dytë, sepse uji magjik kishte ba efektin e tij. Vllau qeshi dhe i tha, në fakt, ky është një ujë shumë i zakonshëm. Është uji i qezmës, është uji i bunarit. Mirë po, ajo çfarë unë desha të mësoj ty, është, motër e dashur, që kur burri vjen në shtëpi, përpiqu mos me e ranu me fjalën tane.
Ashtu sikur se e majte ujin në gojë, ashtu përpiqu edhe me e kontrollu fjalën tënde. Sepse me një fjalë të mirë e qetëson, e rehaton, edhe ndërton së bashku me te. Me një fjalë të keqe, me një fjalë të rëndë, me një fjalë jo të duhur, në momentin dhe kohën e gabuar, ti mundesh me e shkatërru dhe me e prish shtëpinë tënde, harmoninë tënde, dashninë tënde, marrëdhënien që ke me burrin tënd. Prandaj, ai që lodhet ta ditën, edhe punon ta ditën, tash në kushtet tona edhe ajo duhet që burri dhe gruaja me pi sa më shumë ujë. Për me erujt shtëpinë e tyne, me këtë ujë të kënuar, e me erujt harmoninë dhe dashninë e tyne, dhe mos me e prish me fjalë të nxituara, me fjalë të rënda, me fjalë që gjithsesi vijnë nga situata, nga një herë edhe jashtëdore. Jashtëdorës tonë. Burri sakrifikon nga ana e tij, e gruaja në veçanti sakrifikon nga ana e saj. Jo me e ranu burrin me fjalë të kota, jo me kriju hendeqe të panevojshme në shtëpitë tona dhe në familjet tona, e pastaj nga fjalët e tepërta, nga plagët që vijnë ditë pas dite, nga këto çukitjet që vijnë ditë pas dite, arrijmë në një derexhe dhe pyesim, a thu kemi të bëme? Jo, nuk kemi të bëme. A thu na ka kap syni? Jo, nuk na ka kap syni. Në fakt, na ka kap diçka më e rëndë se sa të bëmet dhe më e keqe se sa syni. Me një lehtësia. Nxitimi, fjala e gabume, fjalët e tepërta, ajo çfarë nuk duhet, e që në të shumtën e rasteve, po na prish familjet dhe po na shkatron shtëpitë dhe po i bën burrat të dalin nga shtëpia, e po i bën gratë të dalin nga natyra, në cilën Zoti i Gjithësisë i ka kriju dhe i ka vendos. E në mënyrë që elementet e mrekullueshëm të mirësisë së Allahut ndaj nesh të funksionojnë siç duhet, le të kthehemi dhe lexojmë me vëmendje ajetin kuranor, ku Zoti i Gjithësisë na tërheq vëmendjen dhe na thotë se prej argumenteve të mëndnisë të tij, është se ka kriju për ju nga lloji, nga soji juaj, palën tjetër, që të gjeni prehje në njëri tjetrin, të gjeni prehje në to, dhe ka vendosur në mesin tuaj kulmin e dashnisë, edhe mëshirë. Atëherë prehja, kulmi i dashnisë, edhe mëshira. Nëse nuk arrim ti perceptojmë siç duhet këto tri dhunti hyjnore dhe të përpiqemi të punojmë për ta bë familjen tonë vend ku është prehja, është dashnia, është mëshira, ne pastaj nuk do ta ketë vlerë ma asnjë fjalë. E le të vrapojmë sa tek njëri dhe sa tek tjetri për të pyet, a thu kam të bëme? A thu më ka kap syni? A thu kemi shkel dikun? Në fakt, kemi shkel në një rast kalvur, larg udhëzimit të Allahut, edhe larg dritës së tij. Allahu ju dashtë.